Dhe jemi te gabimi numër 5. Cili është gabimi numër 5? Ti punon, e di unë këtë, e di unë, hej, e di unë. Shiko se këtë e di unë. Pra, sindroma one man show. Ti nuk synon të shumë fishosh vete, nuk synon të ndërtosh sistemin, por synon të... E di unë këtë, po, e di unë, hej, e di unë këtë. Edhe ti e one man show, cikli që ti di të gjitha në kompaninë tënde, po të gjitha fare i di në kompaninë tënde, edhe askush s'di të bëj asgjë pa ty. Ti nuk ndërton ekip të besuar, nuk ndërton njerëz, nuk ndërton lidera, por nuk fokusohesh vetëm tek zgjidhja e gjërave dhe nuk transformohesh dot nga bërës në transformues, në drejtues. Nuk e bën dot këtë. Pse? Sepse ti e ke mentalitetin e di unë këtë, hajt ta zgjidh, hajt ta bëj, hajt ta zgjidh, hajt ta bëj. Dhe nuk ndërton ekip që ti bëjnë gjërat dhe ti të kthehesh nga bërës në drejtues. Nuk e ke këtë si mentalitet, si task list apo si kulturën punën tënde. Tani pyet pak veten. Nëse sot ti ke, le të themi, 100 klient në ditë, le të themi. Nesër të vinë 1000, 2000, 3000 klient në ditë. A i menaxhon dot me metodat që po përdor tani? No. Bam, kolaps. Shiko, mbase nuk e kemi 100 klient në ditë, po mbase e kemi 10 klient në ditë. Atëherë po të them, nëse ti ke 100 klient, 1000 klient në ditë, a i menaxhon dot me metodat që me strukturën e biznesit që ti ke tani? No. Imagjino sikur ke lexuar, imagjino sikur ti tani ke zbuluar një kurë për një sëmundje që mund të ndihmojë 10 mijëra njerëz në botë. Por ti thua, jo. Shiko. Tregu im është i kufizuar sepse biznesi im funksionon ndryshe. Dhe për këtë arsye, miliona njerëz nuk arrin të përmirësojnë jetën e tyre, sepse ti ke ndryshuar modelin tënd të biznesit. 3 arsye pse nuk po zgjidh problemet e tua. E para, ti nuk e di atë që nuk di. Nuk e di mënyrën e thjeshtë dhe të shpejtë për të kaluar në next level, pa komplikime dhe ndërlikime të panevojshme. Dyta, ende nuk e kaluar në një model biznesi, në një strukturë biznesi që të mundëson të arrish më shumë njerëz për te i klientët të tu aktual. Kjo sepse ende nuk ke një produkt apo një shërbim të strukturuar. Dhe treta, nuk beson se aty ku je, me pak ndryshim strategjie, mund të çosh biznesin tënd në next level. Te kjo pak ndryshim strategjie në next level, dua të t'jap një shembull avioni. Imagjino një avion i cili niset nga Londra, për në New York. Avioni ka atë që quhet ajo Honda, ajo pjesa e maja fare fundit, në fillim fare. Ajo është timoni, Tani, këtë hundën e timonit, neve e ndryshojmë pak fare, e ndryshojmë me 0.003 grad. 0.003 grad. Pak fare, shumë pak. E dini çfarë do ndodh me avionin? Avioni nuk do përfundoj në New York, po do të përfundoj në Brazil. Vetëm me 0.003 grad. E njëjta gjë është me biznesin tënd. Unë merrem me 0.003% të strategjisë tënde. E ndryshojmë pak në mënyrë që ti të shkosh në next level. Ja një rast konkret që neve kemi punuar me Leonardin, themelues i BlessMed, nga modeli tradicionali në high ticket. Leonardi filloi programin totalisht skeptik edhe i rezervuar. Ishte një ndër ato pronarët e biznesit që neve kemi pasur më skeptiku, edhe ishte totalisht edhe i friksuar, edhe po është një gjë e keqe kjo.
Ai e drejtonte biznesin me metoda tradicionale dhe nuk kishte një orientim strategjik. Leonardi kishte ngecur në të njëjtën xhiro për vite me radhë dhe nuk po shihte dritë jeshile për ta kapërcyer. Kishte një tavan mbi kokë edhe nuk po e çante dot. Ishte totalisht burn out. Erdhi tek ne. Leonardi erdhi tek ne dhe ne e ndihmuam. E para, thjeshtuam ofertën e tij. Bashk punuam me Leonardin, shumë i përkushtuar, shumë i angazhuar, vërtet i angazhuar për të çuar biznesin e tij në next level. Gjëja e parë që bëm, thjeshtuam ofertën. E dyta, ndërtuam një ekip solid. Qartësuam marrëdhëniet me stafin edhe ndërtuam një ekip solid. Dhe e treta, qartësuam prioritetin e biznesit dhe strukturën që ky model biznesi përputhet me objektivat. Pra, përgjithsisht, kompanitë kanë një konflikt. Objektivat e kompanisë me strukturën nuk përputhen, janë gjithmonë crash. Kanë objektivat mëdhaja, por modeli biznesit nuk i lejon, nuk i ngec. Ti bën një model biznes, ti bën një objektiv që unë do kem 1000 klient, do kem shitje 100.000 euro në muaj, duke bërë ca kalkulime thjeshta të del që ty do të kesh 1000 klient në ditë në dyqan, pra në vizitor, ndërkohë që ti kapacitetin e ke 10 klient. Tash më thuaj çik, si mund të arrish ti këtë? Pra këto janë ato që quhet modeli i biznesit, pra struktura e biznesit. Unë 10 klient në ditë mund përballoj, se kaq që kam. Ja, 20, po 20 është shumë. Dhe objektivat janë 1000 klient në ditë. Atëherë kjo krijon crash. Ose strukturë që prodhon dembel, strukturë që krijon konflikt, strukturë konfliktuale. Rezultati brenda 6 muajve ai kaloi nga një biznes që drejtohej me metoda tradicionale në implementimin e suksesshëm të strategjisë së shitjeve high ticket. Dhe tani, ai tavani që ishte prej kohësh, prej vitesh, nuk ekziston më. Jam jashtëzakonisht krenar për ta. Përshëndetje, quhem Leonard dhe jam administratori i kompanisë Blessmed. Para se të filloja bashkëpunimin me Eri Business Coach, e drejtoja biznesin me metoda tradicionale, por vetëm në 6 muaj coaching me Erin arritëm rezultate të jashtëzakonshme. Implementim strategjik të shitjeve high ticket. Let's go. Duke bërë gjithçka vetë. Ti je vetëm i zjarr fikës në kompaninë tënde dhe je gjithmonë duke luftuar të shuar zjarret. Pyetja është, po edhe sa do mbash kështu më burr? Edhe sa dreqin kohë do rish kështu? Edhe sa do mbash në të tillë formë? Edhe sa do rish zjarr fikës në biznesin tënd? Kjo është e pamundur për të menaxhuar. Kjo nuk është mënyra se si funksionon një biznes dhe nuk është mënyra se si ti të shkosh në next level. Kjo nuk është çudi që ti ndihesh i raskapitur, i burnout. Prandaj shumë pronar biznesesh ndihen të mbi ngarkuar, të stresuar dhe të mbytur nga puna. Ata nuk kanë kohë për të çuar biznesin e tyre në next level, sepse kanë punë, ose kanë atë që ata i thonë punë. Mba mend, ajo që të ka sjell deri këtu nuk do të çojë më tej. Për të rritur dhe për ta çuar biznesin tënd në next level, duhet të bësh më pak. Shumë më pak. Do ta çosh biznesin në next level, po punon kaq, po, duhet bësh më pak.